Ju përshëndes gjithë nga Elbasani sot. Jam rikthyer në bazë sepse detyra sidomos më thërriste. Në Partinë Socialiste të Elbasanit jemi në kulmin e një procesi antarësimesh të reja. Duhet ta keni ndjerë edhe nëpërmjet rrjeteve sociale që në të gjithë Shqipërinë në fakt, Partia Socialiste është duke zgjeruar antarët e saj, me gjithë ata që duan të bëhen pjesë e familjes sonë të madhe. Jo thjesht për të pasur gjak të ri e forcë të re, sidomos përpara një viti elektoral që ne presim, por edhe sepse patjetër, kjo është sot partia e gjithë shqiptarëve, dyert tona janë të hapura për çdo që dëshiron të na afrohet, pa pasur paragjykimin as pak se cilës familje politike mund të kesh qenë më parë, sepse për aq kohë sa vendos të jesh pjesë e të vetmes forcë transformuese dhe asaj që është e vetmja që mund të çojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian, për ne është krejt okay. Dhe me këtë filozofi në fakt kemi bërë një fushat shumë të mirë antarësimesh në Elbasan, specifikisht në njësitë administrative të cilat unë përfaqësoj, ritmi ka qenë i jashtëzakonshëm. Vetëm tani po shikoja në fakt disa të dhëna që të deleguarit tanë të gjitha njësitë janë duke grumbulluar, e ndërkohë vazhdon procesi, por të paktën në njësitë administrative Funar, Gracen dhe Labinot Mal, që janë fakt edhe zonat më të thella, me terrenin më malor dhe më të vështira për shkak të dinamikës që kanë për të mundur që të kemi antarësime të reja, në të treja ato ne kemi tejkaluar targetin ton, të paktën atë që kemi pasur objektiv nga Asambleja Madhe e Partisë Socialiste, dhe pa diskutim ka shkuar mbi normën, mbi 100% që ka qenë norma e vendosur nga partia. Doja në fakt që ta bëja të njohur për gjithë ju këtë fakt, jo vetëm për të treguar punën tonë të përditshme, për ta mbajtur Partinë Socialiste në këmbë e për të qenë ajo që është çdo vit, një forcë e cila kthehet vetëm në një familje akoma më të madhe për çdo vit, por edhe për të treguar se disa dizinformime që rrjetet social shpesh i bën, të tipit nuk ka të rinj, nuk ka më njerëz që jetojnë në fshatra. Ky është një tregues se si diskursi negativ e shpesh herë është ai që përhapet edhe më shumë, sidomos në rrjet, nuk është as pak i vërtet. Pikërisht në zonat më të thella, ne kemi arritur me Partinë Socialiste të kemi më shumë se në çdo vend tjetër antarësime të reja. Patjetër që kur flas për antarësime të reja, nuk flas vetëm për të rinë mosh, flas edhe për individ të cilët ndoshta deri më tani kanë pasur pikpyetjet e tyre për të na afruar, por dinamika është kjo. Njerëzit punojnë tokën e tyre, janë shumë të kënaqur me iniciativën e paketës maleve dhe patjetër duan t'i afrohen Partisë Socialiste për të kontribuar aty në kohën e tyre të lirë. Pas ditë tashmë do të jenë shumë dinamike në përfshatrat që ata përfaqësojnë, sepse do të bëhen pjesë integrale e takimeve tona, e mënyrës se si ne organizohemi dhe asaj që do duhet të jetë pastaj edhe rezultati konkret në terren. E kemi thënë dhe stërthënë, por sot jam shumë e bindur, ndoshta më shumë se çdo herë për këtë fjali, se forca e vërtet e Partisë Socialiste janë njerëzit, është fryma atyre e mirë, është mënyra atyre organizimit dhe është patjetër dëshira për ta parë partinë edhe më të madhe, edhe më të fortë, por sidomos edhe më europiane. Ne kemi vendosur të kemi shumë antarësime vajzash dhe grash, ndoshta modeli im i një vajze të re që i është rikthyer fshatit për të qenë përfaqësuesi atyre në parlament ka ndikuar tek disa prej tyre, e patjetër që jam sot e lumtur për këtë fakt. E meqense jam këtu, doja që vetëm të ishte një video informuese, por më shumë edhe një thirrje për çdo që ndoshta nuk e kemi takuar dot sy më sy në këtë periudhë kaq të angazhuar e që kemi qenë në terren më shumë se çdo herë tjetër, që ta marrë këtë video si një thirrje të brendshme për t'ju afruar Partisë Socialiste. Nëse je nga Funari, Graceni, Bredasheshi, Papri, Labinot Mal apo Labinot Fush dhe më ndjek në rrjetet sociale, eja dhe bashko me skuadrën tonë fituese, me skuadrën tonë që po transformon Shqipërinë nga veriu deri në jug, dhe pa diskutim për të qenë bashk edhe më të fortë, për të qenë bashk edhe për të referuar problematikat që janë, po për të qenë bashk për një qëllim të vetëm, për Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Dhe pjesë e kësaj historie nuk duhet të jenë vetëm përfaqësuesit në parlament apo funksionarët në institucionet përkatëse, por duhet të jeni të gjithë ju. Dhe sa mirë do të ishte që pjesën tuaj të mozaikut të mund ta bënit nëpërmjet ardhes në Partinë Socialiste. Ne jemi gjithmonë krahapur për t'ju mikpritur, për t'ju përqafuar e për t'ju dhënë një vend dinjitoz në familjen tonë të madhe. E jani dhe bëuni pjesë e historisë.